Nuk është që kemi marrë informata për largim të bizneseve të Kosovës për hir të së vërtetës, por megjithatë ka shqetësime të mëdha, të cilat ndahen nga ana anëtarëve të udhës ekonomike amerikane në këtë rast, por dhe komunitetit më të gjerë të bizneseve në vend, të cilat ndahen edhe me ne, domethënë ka një, siç e kemi thënë edhe në deklaratat tona, kurdo që kemi shprehur shqetësim, ka një, si të them, nuk ka investime të mjaftueshme infrastrukturore, të cilat pastaj do të kishin efekt më të gjerë multiplikativ në zinxhirin ekonomik të vendit, edhe po e shohim, domethënë jemi dëshmitar që gati secilën herë ose 2-3 herë brenda vitit ka shpërndarje të asistencës sociale. E kuptojmë që kjo mund të jetë në linjë, domethënë me politikat edhe vlerat të cilat i promovon partia në pushtet, por megjithatë, domethënë duhet shihet efekti i tyre në ekonominë e vendit. Ne besojmë që efekti në masë të madhe është negativ, është gryes, edhe rrjedhimisht kjo lë bizneset në gjendje më të vështire, pse jo në një të ardhme jo shumë të largët, edhe të nisim të shohim largimin e tyre ashtu siç kanë paralajmëruar një pjesë e madhe e tyre. Domethënë ajo që është me rëndësi të cegët është që gjitha vendet e rajonit Ballkanit Perëndimor janë, duke qenë vende të vogla me ekonomi të brishta, gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor janë në top 10 e vendeve më të varfra, nëse shkojmë domethënë nëse rrotullojmë këtë listë prej fundit, domethënë jemi 10 vendet më të varfra në kontinentin e Evropës, edhe rrjedhimisht i bie që jemi në konkurrencë me njëra tjetrën që tërheqin bizneset e njëra tjetrës. Në 2-3 vitet e fundit ka pasur shtrirje të bizneseve kosovare në këto vende. Mos çuditemi që një ditë, domethënë një pjesë e madhe e bizneseve prodhuese të vendit do të zhvendosen në vende si Shkupi, si Kuksi, meqense se në fundit janë në distancë goxha të afërt gjeografike me Kosovën. Gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor tregtojnë pa dogan me njëra tjetrën, që i bie që mallrat që dikur prodhoheshin në Kosovë mund të prodhohen në Kuks, në Shkup, edhe rrjedhimisht futen në tregun e Kosovës pa i ushtruar kurfar detyrimi doganor. Pa që humbet Kosova është shumë më e madhe, domethënë do të mbylleshin vendet të punës, një pjesë e madhe të atimit të fitim që sot gjenerohet nga këto kompani prodhuese nuk do të vazhdoj t'i paguaj buxhetit të vendit, edhe kjo do të qënte në një përkeqësim të aspektit socio-ekonomik në vend. Prandaj uroj, meqense pyetja ishte se çfarë kërkese do të kishim për partitë politike, uroj që shumë shpejt kemi institucione funksionale, kemi një kuvend i cili do të arrijë të shtyjë përpara reformën edhe reformën ekonomike, kemi një qeverisje pak më, domethënë jo populiste, po e them fare troç, edhe të kemi një qeverisje e cila kupton se cilat janë aspektet më të rëndësishme të zhvillimit ekonomik, që jo domosdoshmërisht bazohen në shpërndarjen e ndihmës sociale ose vetëm në shpërndarjen e ndihmës sociale. Ka një numër të madh të projekteve infrastrukturore, të cilat nuk po arrin të përfundohen në këtë 5-6 vitin e fundit, dhe besoj që aty duhet jetë fokusi më i madh. Kosova ka bërë hapa të mëdhej në periudhën prej çlirimit e tutje, domethënë këto 27 vite prej kur ekziston si shtet i lirë, edhe rrjedhimisht një pjesë e mësimeve të mira të cilat janë gjeneruar përgjatë viteve do duhet replikoheshin edhe në periudhën në vijim. Uroj të kemi qeveri funksionale, uroj që të gjitha institucionet të arrijnë të kenë mandat të plot, jo me ushtrues detyre, e këtu natyrisht nevojitet edhe një konsensus, edhe një gatishmëri për kompromis. Përgjithësia nuk është, domethënë diçka, nuk është sekret, duhet thuhet edhe kjo në mënyrë të qartë, përgjithësia rëndon mbi partinë e cila ka numrin më të madh të votave, meqense gjithmonë thuhet, domethënë sa më e madhe fuqia, aq më e madhe edhe përgjithësia, edhe natyrisht kjo përfshin edhe përgjithësinë për bashkëpunim.